Është ai tatuazh çfarë simbolizon? Kjo fotografi e tatuazhit është pak prekse. Unë në një moshë shumë të vogël, për arsye shëndetësore, e kam humbur një veshk. Edhe, domethënë, gjithmonë e kam pas, si e vogël nuk ose e kam marrë shumë afër zemrës. E di se për familjen time ka qenë ndoshta shumë tronditse. Në çfarë moshe ka ndodhur kjo, si ka ndodhur? Moshën 13 vjeçare. 13 vjeçare. Po, unë isha atëherë, domethënë, në Zvicër, edhe familja ime kanë bërë çmos që të madhroni një veshk, po fatmirësisht nuk ka qenë e nevojshme. Se ka njerëz që lindin me një veshk, e vdesin me një veshk dhe nuk e dinë se kanë pas një veshk. Domethënë, kjo nuk s'është kurrë pengese për të jetuar më gjatë. Kur e keni një veshk. Kur thua kam humbur njërin veshk, si e humbe? Çfarë do të thuash me këtë? Po kisha. Atë ndonjë lëndim, ndonjë. Jo, kam. Domethënë, kjo humbja e veshkës ka qenë faktikisht moshën e 6 vjeçare, unë kisha disa gurë në veshk, këtu në Kosovë, dhe më operuam këtu në Kosovë. Aksidentalisht ka ndodhur një gjatë operimit, nuk e di unë tërse, nuk do me marrë kur farë përsi për natë pjesën e medicinës, po e di si pas shpjegimit që më kanë bënë Zvicër mua atëherë, të më thonë, është dasht një farë lloj pjesë me shtim vrena që uji të mund me transportu prapë në kanal të ujit, e mua ajo nuk më ka bën, edhe më ka kthy uji gjithmonë, domethënë veshkë, edhe më ka kalb veshkën me një fjalë. Okej. Unë nuk e kam vrejt nga ana shëndetësore që veshka ime faktikisht mbas moshën 18 vjeçare veç nuk ka funksionuar më. Po kjo ka ndodhur tani rastisht në Zvicër, për një arsye tjetër që si çdo fëmijë që ka ndonjë emergjencë që shkon, edhe aty unë rastisht e kanë pa, domethënë në Rengel që unë fatkeqësisht veshkën e kam të vyshkur edhe këto do të patjetër me hek. Po fatmirësisht kjo tjetra ka qenë shëndosh, edhe sot është shëndosh. Sot e kësaj dite ti je shëndosh si molla me një veshk. Me një veshk. Okej. Edhe tash kjo pjesa tatujes, domethënë, unë jam një person, unë e them kështu. Po më parasysh me çfarë lloj sfida jeta të përball. Ilaçi kryesor je vetvetja ti. Ti e shëron vetveten. Nuk ka as doktor. Ti vetëm shka e lehtëson është ilaçin e doktorit për me ta shëruar çat sëmundjen nga ana medicinës. Në rast se ti, se në të fakt unë jam një person shumë pozitiv, shumë motivues, kur s'jam dorëzuar jetë, gjithmonë kam luftuar. Edhe çdo qëllim të jetës time, çdo ëndër të jetës time e kam arrit me sukses, pa më parasysh sfida përpara, barriera përpara që i kam pas. Po kur unë dua me jetu edhe du jetën edhe e kam marrë këtë punë me shumë sportivitet, sot jam ku jam shëndosh e mirë, i kam 4 fëmijë, ka pas ndoshta jo para gjykime, po tash kjo pjesa pse e kam vulu në këtë varr, faktikisht është një varr shumë e madhe, edhe mua më ka pengu vetëm fakti se sezonit veror, për shembull, kjo pjesë mu më ka diktuar në vendet pushimore. Më thënë, tatuazhi është tek plaga e operacionit. Edhe gjithmonë e kam pas, jo se nuk e kam pas, unë se kam pas kur problemi të rrëgu njerëzve që unë e jetoj me një vesh, por dhe më thonë kjo nuk ka kur gjë të bane që mu më parandalon ose më përkurzon për diçka, absolutisht. Po, kur e kam të regu këtë pjesë, ata ka një farlën keq ardhje, e kjo mu më ka pengu, dhe më thonë... Ka pengu që... Po, se unë jam mirë, Resol, dhe më thonë, unë e veç e kam spjegu që e kam një vesh, po mu së më pengon kur gjë, pësa është kjo puna veshkës. Pyetja që më ka bën, jo nga ona rreti familjar, absolutisht jo, por njerëzit që s'm kanë njoft, a do të kesh fëmijë? A mundesh të bajsh fëmijë me një veshk? Kështu që dua t'ju them, du me lani një mesazh për njerëzit që kanë ndaj lloj sëmundje që vuajnë, mos paragjykoni, se njeri edhe me një veshk, unë i kam 4 yje sot, si drita, edhe i kam lind me një veshk të 4-tit. Do të thonë se ka pengu asnjë gjë, mua që mos më pas fëmijë të tjerë. Kjo lule e ka një thënie shumë veçantë. Një lule kur ta ujit, aja nuk vdes kur. Unë këtë pjesën e trupit tim e ujiti pak ma shumë me ujë si një person që i ka 2 veshka, edhe kjo lule nuk vdes kur as këtu në trupin tim, kjo shenjë tatu.